realizuam një intervistë të veçantë, shumë të bukur. Ishte një vajzë që i pëlqente shumë arti, e ndjente artin me zemër, por që e kishte edhe mbulesë. Unë atëherë nuk isha me mbulesë, por ajo intervistë më frymëzoi që të vazhdoj gjatë këtij rrugëtimi. Ashtu si me juve Rumejsa para 2 vitesh, sot në këtë fest kaq të veçantë të festës së Kurban Bayramit, e kemi në studio të ftuarën së bashku dhe me mua këtë herë Isma Kaplanin. Isma, mirë se na erdhe në studio dhe me gëzime këtë fest. Përshëndetje, me gëzime. Mirë se na erdhët. Ku e gjetët frymëzimin që të filloni të pikturoni? Unë që është në fëmijëri kam qenë interesuar me art. Edhe më ka frymëzuar, më ka nxit babai im. Më ka bërë një paku ngjyra, më ka treguar si të vizatoj. Edhe ajo ka qenë, dhe një kështu ka ardhur dashnia për artin. Po për cilat janë temat ose ngjyrat që ti ke dëshirë më shumë të përdorësh gjatë pikturimit? Më së shumti më pëlqejnë ngjyrat në të cilat mbartin emocione të thella dhe kontrastet të theksuara. Ngjyra gjelbër dhe bujqilla më pëlqejnë më së shumti të përdoroj. E bujqilla më pëlqen sepse është fresk dhe ka një misteri në të. E jeshile më pëlqen se është qetësuese. Temat në secilën më pëlqen më së shumti janë natyra, njerëz, po ashtu edhe njerëz. Dhe secilën ka emocione të tyre të thella. Ju personalisht që jeni dhe pjesë e artit tashmë, a keni ndonjë artist apo ndonjë stil të pikturës që ju pëlqen apo që dëshironi ta veçoni? Më së shumti jam krenare se babai im. Më pëlqen shumë stili dhe piktura e tij dhe si pikturon. Më pëlqen të pikturoj edhe mu, detin, barkët, edhe peshkët, njësoj si babai im. E ke shembull domethënë babain tënd gjatë këtij rrugtimi? Po. Si ndihesh ti kur pikturon? Mund t'i shprehësh ndjenjat e tua apo si? Unë ndihem shumë, kur të pikturoj, ndihem ato se jam të medituar. Sepse me brush, e nxjerr të gjitha ato që kam brenda, e nxjerr në pikturë. Si për shembull, kur jam e lumtur, janë pikturat edhe janë me të gjalla, me jetë. Kur jam e mërzitur, kur jam e mërzitur edhe piktura dalin më të zbehta, me ngjyra më të zbehta. Më të zbehta. Punimet e juaja janë mjaft të bukura dhe mjaft të veçanta, kuptohet. Por a ju ka shkuar ndonjëherë në mendje, a keni menduar që po këto piktura, këto punimet e mia dua t'i plasoj, dua t'i ekspozoj në ndonjë galeri apo në platforma online edhe në rrjete sociale, pse jo? Po unë e kam menduar dhe është një ndër dëshirat e mia që të ekspozoj pikturat e mia në një galeri ose online, por është edhe guximi, është frikë, sepse është një ndër pikturat është një jeta personale ime. Dhe për të treguar është një gjë shumë e ndryshme. Dhe arti merr një jetë tjetër kur ja tregon dikujt tjetër. Domethënë është pak stres, është pak frikë që në një farë mënyrë jetën tënde personale ta shfaqësh në një publik të gjerë. Po. Unë shpresoj që një ditë që të shohim në një hap më të lartë të pikturimi. Isma, të kthehemi pak tek tema e hijabit. Çfarë do të thotë hijabi për ty? Për mua hijabi është një bindje dhe adhurim të Allahut të madhështor. Në secilin nuk është thjesht një veshje, është një raport shpirtëror me Allahun, në secilin e ka ngritur gruan. Si ndikon hijabi në mënyrën se si ti personalisht e sheh jetën dhe se si ti personalisht e sheh artin, se nuk po shkëputemi edhe nga arti. Sa ndikon hijabi tek ju? Hijabi ndikon shumë këmone, sepse është ndër të përditshme. Edhe të gjithë pargjykime dhe pargjykime që i kam fituar, edhe që s'kam fituar shumë, të gjithë i kam përballuar. Edhe nuk i ashtu... Nuk është se i ke vuar rëndësi shumë. Pa, nuk i kam vuar shumë rëndësi. Por a ke ndonjë mesazh që do të doja të përcjellësh përmes artit tënd në lidhje me besimin ose identitetin tënd? Po, unë gjithmonë në piktura më sheh ashtu mesazhe të ndryshme. Si për shembull besimi është bukuri, jo kufizim. Dhe identiteti yt
mos e sheh, sepse do të them se mos e le dore, pazore kulturën dhe besimin, vetë për në një shoqënie. Po. Si reagojnë njerëzit, a i ke vërejtur këtë dallimin kur pas mbulesës tënde, si ka reaguar njerëzit kur e shohin që një vajzë me hijab është edhe një artiste, një piktore? Po, kam marrë shumë reagime pozitive. Ata të gjithë se arti e do bukurinë dhe hijabi është një ndër bukuri dhe ta lidhe me njëri mes tjetrës. Po për cilat janë disa sfida që ke hasur dhe si ke përballuar ato? Nuk kam hasur shumë sfida të ndryshme, sepse tashmë është përhapur hijabi. Nuk është si kohët e fundit se më përparshme kam pasur vetë disa hijab. Disa njerëz nuk e kuptojnë sepse hijabi është vetëm një detyrë. Po. Edhe hijabi është vetëm një detyrë, edhe që Nuk e ndjejnë shpirtërisht që ta bëjnë atë, por vetëm e shohin si obligim. Edhe kur hyve në një dyqan një herë, më tha, pse ti ja di përmend Kur'anin, e? Unë qeva befasumon. Por të dish Kur'anin përmend nuk do të thotë se do të dish Kur'anin përmend nuk do të thotë se do është të vësh mulesë. Kryesisht mu më ka pritur shumë shoqënia shumë bukur. Edhe jam shumë krenare se nuk më ka thënë gjatë se më ka ndryshuar hijabi. Le të kalojmë pak edhe tek e ardhmja, le të themi. A shihni veten në ndonjë profesion tjetër në të ardhmen? A vlen ndonjë dëshirë tjetër për një profesion tjetër, apo qëndroni vetëm tek kjo që ka të bëjë me artin, tek piktura? Ende nuk kam ashtu, nuk e di se çfarë do të bëj kur të rritem, por shpresoj që do të jetë diçka në lidhje me artin. Për momentin më pëlqen arkitektura dhe të jem doktoresh. Po shumë bukur, por nëse do të mundë të përkëtoroja një vend ose një moment, cili do të ishte ai? Do të ishte momenti kur e përqafoja gjyshin tim. Me të kishe pasur momentet më të bukura në fëmijërinë time. Si do doje që në një kohë kur veç të vendosësh që ti ekspozosh punimet e tua, si do të doje që njerëzit të njihnin për botën tënde të artit, për botën tënde artistike, kur të shohin një pikturë të thonë, a kjo është e Ismës? Do të doja që njerëzit të kujtojnë artin tim se diçka që foli me shpirtin e jo me ngjyra. Dhe që ta dinë se të jap shpresë, një paqe në botës, të gjithë botës. Isma, mu po mirë shumë keq që po i afrohet fundi kësaj interviste, se me të vërtetë u kënaqa shumë. Po cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm që do të doje të përcjellësh përmes punës tënde artit? Mesazhi kryesor i kësaj është edhe si që thash më herët, paqja, që të ndërlitet me të gjithë botën. Mesazhi i tij është se identiteti është forcë e jo pengesë. Dhe besimi është bukuri e jo kufizim. Do të marr shansën që të them urime Kurban Bayramin të gjithë njerëzve që janë të na shikuar, paqja, mëshirë, harmoni, shëndet dhe të gjithë familjeve tuaja. Faleminderit edhe një herë Isma që ishe pranishme në studion tonë, urime dhe juve dhe gjithmonë paqe të gëzime në familjet tuaja. Faleminderit edhe që ndave me ne në studio, botën tënde plot me ngjyra dhe plot me mendime, me ide të ndryshme. Ne inshallah të shohim sa më lart në çdo hap që ti vendos ta ndjekësh. Faleminderit. Shikues të dashur, gjithmonë falenderues ndaj jush përzemërsisht që gjeni qaste që të kaloni kohë të bukura me ne. Ne ju falenderojmë prapë përzemërsisht shumë. Vazhdoni të qëndroni dhe me intervistat e tjera që njerëzit dhe të ftuarit tani flasin me gjithë zemër.